Bravo! Si ishte puna e urdhrit Zoti Samir Tahiri? Atëherë Zoti Samir Tahiri duke parë, më thënë dënëncimet që ka pasur që shumë rrugë, sheshe etj. Janë zënë nga makinat përdorura në shitje, ose makina që vinë nga jashtë, nga Europa, për të shitur. Edhe ngelen aty shitet me muaj të tërë. Është një telagje ime ka 2 vjet, që se shet dot ai. Se blet dot njëri. Po jo, mos e ka çmimin shumë të shtrenjtë, e ka vënë 8000 euro, është një Golf 2. Çiça milion. Çfarë do më shitur? O e shet sa e ka blet Reo s'bot llaf. Ai e ka bler 64 apo? E ka bler do ta shesi sa e ka bler. Bravo, bukur. Pra duke parë këtë problem të madh vajzan Tiranë, ai bëri një qarkore, një urdhër për gjitha bashkitë e Shqipërisë. Lironi sheshet, lironi rrugët. Ishte kërkesë, ishte urdhër. Urdhër më urdhër. Unë ty të urdhëroj të lironi shesh, se përndryshe në bashkëpunim. Vetëm një muaj më parë, në datën 30 prill, Ministri i Punëve të Brendshme Samir Tahiri ju ka kërkuar kryetarëve të bashkive kryesore në vend të marrin masat e menjëhershme për lirimin e hapësirave publike që shfrytëzohen si pika shitje për automjete, duke e konsideruar të problematik si shkak për një ngarkesë të pajustifikuar për trafikun urban. Ministri Tahiri ju la afat 30 ditë 14 drejtuesve të njësive vendore, duke përfshirë tu edhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës zotin Lulzim Basha për lirimin e hapësirave publike. Sot pasi ka përfunduar ky afat dhe ne jemi futur në muajin qershor, duket se fjalia e Ministrit të Brendshëm ka rënë në vesh të shurdhët, si nga ana e institucioneve lokale, ashtu dhe nga qytetarët. Dhe këtë fakt ne mund ta vërtetojmë fare thjesht duke u nisur nga Tirana. Shikoni pak se çfarë masash ka marrë Bashkia e Tiranës pasi ka marrë letër nga Ministri i Brendshëm. La qka të vjetra ku shka për të shitur. O tiron e qepit, ti e dira e gjenetit, hajde bajro me sot i shpijis, dridhe si shja e rakis. Ikura të vitra, bakera, lumine, sofa të vitra, bateri makine ku shka të shitur. Ikura të vitra, bakera, lumine, sofa të vitra, bateri makine ku shkat të shitur. Nga Tirana në kabaj, shqip qërëshori po ju knon, shqipni të mesme nuk ju nga, tas na pat shqipër gjithmon. Nga Tirana në kabaj, shqip qërëshori po ju knon, shqipni të mesme nuk ju nga, tas na pat shqipër gjithmon. Ikura të vitra, bakera, lumine, sofa të vitra, bateri makine ku shkat të shitur. Ikura të vitra, bakera, lumine, sofa të vitra. Mjafton ky vëzhgim në Tiranë për të kuptuar se çfarë ndodh në rrethet e tjera në lidhje me këtë problematik. Por le të presim se cilat do të jenë masat në vazhdim që do të marrë Policia e Shtetit për vendparkimet publike, ashtu sikurse ka shkruar në letrën e tij Ministri i Brendshëm Samir Tahiri. Të mosh atë gegjen. Çrëndika kjo. Në një qytet që jeton dita ditës. A mund ta kthesh pak filmimin se pashi pasat bukur, jam interesuar për atë pasat 2007 me kamio automatike. Ta jap, e kam aty. Ore këto kam dhe numrin e telefonit, ta jap atë. E ke paca makinat të 2013 që vëshitet edhe numrin? Se kujtos është për të shitet? Jo. E shita mori numrin gocat më çon. Ej, po çfarë gocat me ajo makina ri më shumë vend se lëviz. Po janë ca të prishura, mër, ca të shkatruara, ca me goma të rëna kështu, po hiqeni mër se s'po parkojmë dot. S'po dim ku të lëm makinën. Do të themi vetëm nesër mbrëma për folur për tjera ngjarje, për tjera fenomene. Po more, po nesër mbrëma. Vajza? Jeni gati? Grefët ju. Çka keni pse qesh kështu? Drejtuat. Qesh kështu. Shisi janë. Kush e ka thënë qeshti? Shisi janë. Ora minutë duam të përjasht. Rini pak serioze. Shisi janë. Hajde. Shisi janë. Fishkollej pak. O zot si janë. Fishkollej pak.